Biblioteka e qytetit Mehmet Jusufi në Preshev u pasurua sot me 100 tituj të ri dhuruar nga shtëpia botuese e Logos përmes shoqatës kulturore Edituria në Preshev. 100.000 libra shqip janë shpërndarë në gjitha trojet shqiptare në kuadër projektit realizuar nga shtëpia botuese Logos Ha nga Shkupi me rastin e 100 vjetorit shtetit shqiptar. Librat e dedikuar në Preshev janë tituj ku bëhet fjalë për identitetin shqiptar, nacionalizmin, kulturën, qytetrimin, filozofinë e sociologjinë. Mesin e atyre trojeve shqiptare ku është menduar që të shpërndahen këto libra është parapaqe që natyrisht edhe lugina e Preshevës. Do thotë librat janë të shpërndara nga shtëpia botuese Logos A me qendër domethënë me selinë e Shkup. Ata kanë parapaqe të shpërndajnë të gjitha librat të cilat i kanë botuar gjatë periudhës së veprimtarisë së tyre 20 vjeçare. Bëhet fjalë për libra me tematika të ndryshme, libra të cilat tematika të cilave është nga shkencat sociale, domethënë kulturë, qytetrim, filozofi, sociologji e kështu me radhë. Pastaj janë disa libra që kanë të bëjnë me nacionalizmin shqiptar, identitetin shqiptar, libra të cilat flasin gjithashtu edhe për kontributin e adhetarëve për çështjen kombëtare në trojet tona. Është një libër që duhet veçuar rreth historikut të burgosërve politik shqiptar dhe kështu me radhë. Përveç kësaj lamia është edhe një zhandër tjetër i antologjive me poezi, pastaj është një zhandër tjetër i librave të cilat kanë të bëjnë me botimin e librave shkollore. Natyrisht që shtëpia botuese e Logos A ka pas një projekt për botimin e librave shkollor të ciklit fillor dhe të mesëm në Maqedoni dhe në të gjitha trojet shqiptare. Përveç asaj natyrisht ka libra të trashëgimit kulturore islame që nuk e mohojmë të janë një pjesë bukur e madhe edhe atë në librave. Do të thotë në tërësi bëhet fjalë për një mozaik të ndryshëm të librave, të cilët unë mendoj se kanë me pasuru edhe ma shumë bibliotekën e qytetit këtu në Presheve, cila veç edhe ashtu tash, si shpeshohni po funksionon kushte shumë më të mira. Aksioni për pasurimin e bibliotekës qytetit është mirë pritur nga drejtori i këtij institucioni, sepse lexuesve u ofrohet larëmani titujsh. Sot në ofruan një fond të librave diku rreth 100 tituj me, do të thotë, lami të ndryshme. I përmendi pak më parë Hoxha. Për bibliotekën e qytetit Mehmet Jusufi sigurisht do të jetë një pasuri, një fond që do të ndihmon në leximin dhe në përmirësimin e lexuesve, po mundoj të lëmive të ndryshme. Do të ketë libra, po mundoj janë libra që me të vërtet vlejnë të ketë atë biblioteka Mehmet Jusufi në Preshev.